Në skenën e teatrit Petro Marko vjen në datat 7-8 maj në orën 19 premiera e re e titulluar Plaçka. Sipas regjisorit të shfaqjes Roland Minga, Plaçka është e frymëzuar nga diçka që ndahet e pikërisht ajo që ndahet janë parat, të cilat Minga thot se vidhen nga një agjenci funerali dhe pas këtij episodi nis gjithë kalvari. Minga tregon se kjo shfaqje bazohet në 3 element: familja, religioni dhe shteti, për të pasqyruar mesazhin që gjithçka shihet, por askush nuk do ta shohë. Ajo çfarë do të kapi Plaçka e Joe Ortonit, një nga mjeshtrat e komedisë zez sot në lëmin teatror, është pikërisht ka kapur në 3 element bazik të jetës shoqërisë moderne, tek familja, tek religioni dhe tek shteti. Ajo çfarë neve na intereson dhe në cilën neve kemi vënë theksin është pikërisht familja dhe shteti. Kjo vjedhje, po e themi, e futur në një sfond funerali, je për masa absurdi, do të thosha, mënyra se si trajtohet komedia, pra komedia e zezë, çfarë kemi dashur të shprehim është gjithçka shihet, por askush nuk dëshiron ta shohë. Dhe kjo ka ardhur nëpërmjet skenografisë Drini Sheut, nëpërmjet lojës së aktorëve, një lojë do të thosha fantastike dhe shumë realiste, për të shndruar këto situata nga absurde në situata qesharak. Është pikërisht etja për para e cila ka shprishur deri qelizën e kryesore që është familja, e cila qëndron përballë jetës dhe vdekjes me mungesë të theksuar respekti, dhe shteti i cili në një farë mënyre bëhet pjesë e së keqes, madje edhe i merr në mbrojtje. E servirur kjo do të thosha me situata fantastike humori, me situata të cilat e çojnë në një teht të mpret atë mesazhin në cilin ne duam të shfaqim, ka prek edhe kockën e shoqërisë në përgjithësi, dhe këto nuk janë vetëm fenomene të shoqërive perëndimore, por janë e të gjithë ne përsa kohë neve jemi edhe pjesë e saj. E përfshin edhe spektatorin pa dashje, e bën të ndihet me një të qeshur të shqetësuar, pasi ka qeshur fort, e ndjen veten pjesëmarrës, si me thënë, të gjithë kësaj rrëmuje të jetës absurde në të cilën zhvillohet shfaqja Plaçka. Për aktorin Artan Islami, komedia e zezë ka një veçanti, pasi në të gjithë regjin që mund të duket absurditet, aktorët duhet jenë tepër realist. Sigurisht që Islami thot se paraqet vështirësi në realizim, por njëkohësisht kjo komedi plot surpriza dhuron një të qeshur të veçantë për publikun. Është shumë e rëndësishme në komedinë e zezë është që neve duhet të jemi shumë realist në interpretim, pavarësisht sepse në situata absurde dhe termi absurd kalon në një konotacion në të cilin dashur pa dashur aktorët mendojnë se duke luajtur absurdin mund të bëjnë diçka që është jashtë reales, por në të vërtetë në interpretimin modern absurdi është shumë real, është shumë konkret. Në tilla situata, duke lozur në një mënyrë shumë realiste, neve mendojmë që duhet patjetër që t'i japim një lloj impakti dhe një lloj të qeshure, do të thonë disi të veçantë dhe spektatorit që do të ndjekë këtë spektakël. Mënyra se si është ndërtuar ky spektakël, i cili është disi i veçantë nga ana e skenografisë dhe e kostumografisë, dhe duke parë dhe vetë juve, duke marrë dhe format që janë jo shumë reale të një shtëpie e cila qëndron në ajër, është një lloj gjetje shumë e mirë e Drinit, do të thosha nga gjetjet e shkëlqyera që ai gjithmonë na servir. Drejtori i teatrit Petro Marko, Artur Dhamo, thot se komedia e zezë, satira therse, është një zhanër i vendosur edhe më parë në skenën e teatrit të Vlorës, dhe publiku është gati për të tilla shfaqje, duke pasur një ftesë për të marrë pjesë masivisht, që krahas vlerësimeve të jap dhe kritikat e tij. Teatri Petro Marko është në kulmin e një sezoni teatror, flas për periudhën e parë, 6 mujore. Ne jemi pikërisht në momentin që dalim me premierën e tretë për këtë sezon artistik. Nisëm me Bidermani, me premierën e re të aktorëve të rinj Arushi Fund, kërkim të Bishit Gomarit, dhe pikërisht kulmojmë tani me Plaçka. A është gati publiku? Absurdi apo komedia e zezë nuk është era e parë që bëhet teatri Petro Marko. Duhet marrim parasysh kërkesat e publikut apo si thua shijet e tij, por në një farë mënyrë dhe duhet të jemi si thua të guximshëm që ne të servirim, sepse komedia e zezë është një zhanër që praktikohet në botë.
Uroj shumë dhe shpresoj që shfaqja të kap suksesin dhe publiku këtë radhë si gjithmonë që ka qenë prezente dhe ka suportuar gjithmonë, besoj që do të jetë prezente dhe prezenca e tyre ne do të ndihmojë njëkohësisht edhe për të marrë urimet për produktin që ne servim, po njëkohësisht shumë e rëndësishme është që ata çka do të thonë, qoftë edhe në një vërejtje apo sugjerim, kjo është e rëndësishme për ne për të na ndihmuar në vazhdimsi. Bashkimi i energjive, artistëve, profesionistë të trupës. Dhe hera Decide, projekti Decide që ne angazhojmë dhe të rinjt. Në këtë është pikërisht qëllimi dhe projeksioni që ka Teatri Petro Marko. Teatri është ajo që ka qenë histori, është realitet, por ne duhet mendojmë shumë edhe për vazhdimsi. Dhe mua më duken shumë premtues të artistë të rinj, dhe ky është në fund misioni i teatrit. Për aktorët e rinj Lori Sinanaj dhe Igli Fusha, si dhe për asistent regjisorin Livion Aliaj, ti është pjesë e Teatrit të Vlorës është diçka e veçantë, pasi ata tregojnë se kasti i aktorëve profesionist i ka mirëpritur si familje dhe jo si aktor të rinj. Është eksperiencë shumë e mirë për ne. Ne këtu jemi ndier si shtëpi, jemi ndier jo si të rinj, jemi ndier si totalisht si profesionist. Dhe dua të bëj falënderim për gjithë grupin që nga Landi i pari që na dha mundësinë, që nga driri për skenografin, drejtori që sigurisht, si që thash, premiera e 3, domethënë nuk është pak për ne që jemi 3 premiera rresht këtu në teatr. Margenti, Astridi gjithsesi, Tani sigurisht, Lori pastaj që vajta një jetë derdha një s'munda, edhe gjithashtu dhe Liri. Edhe ju mirëpresin teatrin. Është bërë një gjetje, po kuptohet që është edhe një punë e mirë e bërë nga një grup i madh njerëzish pastaj që bëjnë të mundur dhe realizimin e gjithë kësaj skenografie. Përveç se Nai ka dhe një veçori tjetër që është një shtëpi e rënuar. Pavarësisht se duket në atë luksozën e vet, në atë pjesën e luksit, por është një shtëpi e rënuar, e cila është edhe vetë thelbi i kësaj vete. Për një aktor që shpesh jemi mësuar ta shohim në shumë dimensione, si Margent Saushi, ka gjithmonë emocione të ngjitesh në skenën e teatrit përballë publikut vlonjat. Patjetër kam emocione, patjetër më drivet mishi zemra kur dale përpara publikut, por mendoj që kemi bërë një punë të shkëlqyer. Mendoj me përkushtimin që kemi dhënë këtu e gati 50 ditë, kemi qenë goxha të përkushtuar. Gjithë kasti aktorëve, nuk kemi lënë gjë mangut që ne të shkëlqejmë në këtë skenë. Mendoj që publiku do kënaqet jashtëzakonisht me ne, edhe mezi presim që të vi premiera. Plaçka premiera e re e Teatrit Petro Marko ngjitet në skenë në datat 7-8 maj në orën 19. Një komedi e zezë, kjo plot absurditet nga Joe Orton.